Përshëndetje miq, sot ju kam sill tartar me mish crudo. Tartar është një përgatitje bërë nga mish ose peshk i gjallë. I grij rimët me thikë dhe i marinuar me vaj ulliri, limon, krip, piper dhe erza aromatike sipas dëshirës. Unë sot ju kam sjell një version sipas mënyrës time, doli vërtet fantastike, e di shumë nuk e pëlqejnë, por edhe unë fillim kështu e mendoja, por tani na pëlqen shumë sepse këtu në Piemonte është mishi i cilësisë parë. Ky është mish i zgjedhur apo safat për këtë punë, kështu që këtu kemi mishin gati 400 gram, i hedhim lëngun e limonit, krip, piper, djath parmexhan, vaj ulliri. Unë kisha disa kapëri që kam bërë vetë ushqim, mund t'jetë një të vogla brënda, si kisha mishin mbaruar. Këtu jova pak patate të ziert, ndërtuar me krip e piper. Këtu në një pjatë vendosim rrethin, vendosim patatet, mishin, pak djath parmexhan, e stolisim me kaperi. I hedhim pak uthull balsamike sipër. Dhe ky ishte rezultati kur thot Eli, qa ta hash me sy. Ju përshëndes, ciao ciao.